أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderojmë Allahun I cili na ndihmon që të vazhdojmë me punët e mira, sidomos këto takime që mbahen në këtë vend, në këtë kafe, me këtë iniciativë. Lutim Allahun xhelal që të vazhdojnë aktivitetet e xhairit dhe të ndihmon do të çelë dyert e bereqetit dhe rahmetit të tij në dynjë dhe në ahiret. Padyshim se këto takime si zakonisht që edhe dihet e kanë një karakterin pak më të hapur se sa ligjëratat e rregullta që mbahen për xhamia, thjesht për të krijuar një lloj komunikimi më të lirë mes xhamatit dhe hoxhës. Unë në pjesën e parë para se me fillu me parashtu pyetje ata që kanë diçka me parashtu në lidhje me temën ose të tjera gjëra që kanë nevojë domethënë me bisedu. Dëshiroj të flas për disa elemente që janë një manifestim I mëshirës së Zotit dhe një mekanizëm I mençur fetar për ta nxit besimtarin në adhurime. Të gjithë na kur është Ramazani motivohemi për vepra të mira, sepse muaji I bereqetit, muaji I rahmetit, prania domethënë e melaçeve, prangosja e shejtanëve, shtimi I ibadeteve, këtë kjo e ndihmon besimtarin që me kalu sa ma lehtë muajin e Ramazanit. Edhe për dallim prej feve tjera, që ata I kanë ditë e caktuar që e adhurojnë Zotin dhe I shtojnë adhurimet, feja islame në mënyrë automatike, se thash me një program të mençur, pa ndonjë vetdije të madhe, çdo herë ku I dobësohet vullneti I besimtarit për të bërë vepra të mira, e motivon. Nëse analizojmë pak, për shembull, kemi Ramazanin 30 ditë, një muaj. Përfundon Ramazani dhe zakonisht njerëzit çka thonë, ej, boll më u lodha në me ibadet, tash kënaqna me dynjë. Tamam se e kalon Bajramin me gëzim familjar, domethënë gëzim shoqëror, me të mira Zotit, vjen porosia tjetër, ej, 6 e Shevalit. Si duhesh me agjerue, fiton agjerimin e një vitit. Tamam përfundon Shevali, vjen muaji Dhulqaade, e ki pushim, domethënë agjeron tonë tente si dush, ditë e bardha si dush, namaz natë si dush, sadaka si dush. Vjen pastaj muaji Dhulhijhe. Edhe këtu përsëri vijnë motivimet fetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë hadithin e njohur që keni dëgjuar në fillim të muajit të Dhulhijhes, se tashmë jemi në dita e 8 sot. Thot nuk ka ditë më të dashur te Allahu, ku veprat janë më të mira se sa 10 ditë e Dhulhijhes. Pra unë do të ditë më të mira të vitit. Edhe veprat më të dashura te Allahu që bën janë në këtë ditë. Që ka më domethënë sot edhe kjo shkoj, ka më nesër ditë e Arifes edhe ditë e 10 e Bajramit. Motivim me që me kaluar këto 10 ditë në vepra të mira. Normalisht besimtarët tu kanë një që thuhet një gamë të veprave të lloj-llojshme të mira dhe të mëdha. Haxhi është pjadhurime më të mëdha. Normalisht këtë adhurim e bën ai që ka shkuar atje. Edhe këtu dita e 8 na kujton neve, sot ne jemi këtu në çarshi, ata veç kanë shkuar në Mina sot. I kanë vesh në drejt ihramet edhe kanë nis haxhi. Sonte bujnë në Mina, nesër në sabah shkojnë në Arafat. Edhe nesër është dita më e madhe e vitit. Do të thotë dita më e madhe e vitit, Arafati do të thotë më e madhe për haxhilet dhe për besimtarët në përgjithësi. Nëse s'ke mujt mi kalu 10 ditë në 9 ditë e parë në agjerim, atër vjen dita e 9. Nëse s'ke mujt me agjeru parë, vjen dush me punë, angazhim, lodhje sen, e ki nesër, ditën e Xumah, ditën e Arafatit. Edhe këtu gjithashtu ki motiv plus, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Agjerimi ditës së Arafatit, shpresoj se Allahu mi fshin mëkatet e vitit kalum edhe vitit që vjen. Në ditë agjerim 700 ditë fali. Allahu akbar. E kjo interesant është, domethënë kjo lidhet me hadithin e veprave të mira. Kush e bën një vepër të mirë, Allah ja paguon 10 fish, 70 fish, 700 fish, shumë fish për kufi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjon një ditë për Allah, Allah e lëgon 70 vjet ftyrën nga xhehenemi. Kurse sot, në faktikisht nesër,
Kush agjeron këtë ditë, 700 ditë i falen mëkatet e vogla. Më shumë se 700 ditë ato janë, po themi na edhe 700 domethënë, a pak po duken atë. Edhe kjo është motiv shtesë. E mos flasim pasaj për ditën e Bajramit, ku besimtarët të gjithë Allahu që u ka dhënë pasuri, përgatiten me therr kurbanin, me manifestu gatishmërinë për të fliu për Zot. Edhe kjo është sfidë, domethënë, e tash normalisht jo çdo kush ka mundësi me therr kurban. Po kurbani është simbolik i gatishmërisë për të fliu për Zot. Edhe kjo është një sfidë për gjithë neve, sidomos për të rinj. Që ndoshta s'ke parë me therr kurban. Edhe se ki obligim me therr kurban, se ti nuk je krye familjar, baba jot e ka obligimin. Ama parashohet pyetja ti, a flion diçka prej epsheve tuja për Zot? A flion ti diçka prej qefeve tuja për Zot? E prishti rahatlëkun tanë për Allah? Kjo është sfida jonë. Ndoshta na s'kemi nevojë ose s'kemi mundësi me therr kurban, ama kena mundësina me manifestu këtë gatishmëri për flijem. Që fatkeqësisht këtu dështon një pjesë e madhe e popullit tonë, sidomos e rinisë. Derisa ata më shumë janë gatshëm të kënaqen e mos i përgjigjen ezanit. Të kënaqen e mos i kryejnë obligimet ndaj Zotit. Të kënaqen e të bëjnë harame. Edhe Kurban Bajrami ka këtë qëllim, domethënë. Qoftë për haxhiun që është në haxh e therr kurbanin e haxhit, qoftë për ne që nuk kemi në haxh e therrim kurbanin e Bajramit. Edhe kur të nalësh ti më analizoj historikun e kurbanit, e dini sigurisht, ju shkon ndërmend tregimi i Ibrahimit alayhis salam me Ismailin. Moment shumë i vështirë. Edhe ta kuptoni përsi rahmetin e Allahut, që Allah nuk na ka sprovu ma që ka sprovu Ibrahimin alayhis salam. Para mendo, neve për shembull optëm na thon Allahut, therrë djalin tan kurban. Çka? Na kur smuhet, smumi edhe na, se smuhet djali, ja thënë. E jo mo, kur të vrahet, neve më na shot toka. Jo me therr kurbanave. Ama Ibrahimit alayhis salam, kur i erdh urdhni pi Allahut me therr kurban djalin e tij, e kishte ai e kuptoi, u kriju si obligim se ishte plak i pjekur. Edhe gjatë kohë pejgamberi Allahut. Ama e kishte vështirë si të t'ja artikulon, si t'ja tregon djalit vet. Shikoni, se normalisht si thot, apëton, qëfar trungu është si edhe peme. Prej ati luanit ka dalë edhe, kjo klish luan, apëton. Në pi Ibrahimit a.s. ka dalë edhe gjallit i pejgamber Ismail a.s. Qka tha, ja ebeti, ifal ma atoma. Babim, bën qka je urdhnu. Se te gjithuni, insha Allahu mina sabirin, do të mgjesh durimtar me lejnë e Zotit. Interesant, thënë djetarët e tefsirit, nuk e tha këtu, o baba e më bën me muë qka të dush. Po tha, ti bën qka të dush. E mohoj vetë vetën kretë, e injoroj vetë vetën kretë, e haroj me përmenë vetën. Unë jam i gatë që më ufliu, masi është urdhni Zotit, asë e për logari vetën time. Normalisht ishte sprov, ishte test, pastaj Allahu dhu gjelal, fëgja e bi dhebhin adhim, e solli Allahu pastaj dashin kurban, edhe jave zavensoj ati edhe umetit edhe muslimanëve deri në këtë ditë që mëse me therr një rith me therr, domethënë dash kurban. Edhe këtu dëshesh gjithashtu dham rahmeti Allahut. Se Allah si ngarkon njerëzit për të mundësive. Edhe çka ndodh njëri pastaj vet, shkon edhe ata hala flijojnë ka vende në Afrikë domethënë, deri para shumë, domethënë deri para disa dekadave në botë, në shumë vende ka pas që njerëzit nga mendja e vet e kanë shpik flijimin e njeriut për statuja dhe idhuj. A Zoti Allahu fuqiplot, krijuesi i qiellit dhe tokës dhe i njeriut nuk lejon që njeri të shkojë kurban për Zotin. Edhe pse Allahu xhelal nuk krahasohet me fuqi dhe pushtet dhe respekt e madhërim e adhurim me ato gure dru që i adhurin tjerë. Mirë pa ata se është produkt i mendjes së njeriut, ata flijojnë njeri për statuja, për përmendore, për ata zotnat e tyre. E Zoti nuk e pranon gjë tillë. Pse? Se Allahu Dhu Xhelal kur e ka krijuar njeriun, e ka krijuar si qenje të përsosur edhe të avancuar, të ngritur mbi të gjitha krijesat tjera. Edhe Allahu këtë qiell edhe tokë që ka krijuar për çat njeri, për atë njeri. Edhe ai nuk lën ai njeri domodin me shku poshtë. Edhe kjo është domodin për qëllimeve madhore që ka feja islame, që duhet me kuptuar se si njerëzit. Feja islame nuk e mëson njeriun do të zvoglon numrin njerëzve, por e mëson t'i udhëzon ata,
ti largon nga zjarmi i xhenemit e ti bën banor të xhenetit. Dhe tham vjen dita e Bajramit, vjen dita e Kurbanit, shtohen adhurimet. Normalisht këtu ka një element shumë me rëndësi, gjithashtu që sot shumë kemi nevojë për këtë element. Puna e socializimit familjar. Të gjithë ne jemi dëshmitar se sa pak shifemi mes vete antarët e familjes. Me prind fillimisht, pastaj me axhallar, pastaj me dajallar, me tezet, me hallat, edhe me kushërin të përgjithësi. E vjen Bajrami të motivon me bo vizitat farefisnore. Me vizitu ata, me socializu me ta, nëse therë kurban, ndan familjes, ndan fukarave, ndan këshive, dhe të krijon dashuri. Se normalisht, kur ti i ban mirë dikujt, a i dasht e pa dasht ka me dasht. A nësi thot një poezi arabe, ahsin ila nasi të stabit kulubehum, fe tale me stabit dhe nasu ihsanu. Bënu mirë njerëzve, kështu u arobnon zemrat, se ba mirësia zakonisht u arobnon zemrat njerëzve. Edhe kjo është rregull, kanon. Këtë dunjoja e dinë edhe e shohim. Kur i bën mirë ti dikujt, dasht e pa dasht, ai ka me fillu me dasht. Nuk mundet mos me dasht. Edhe kjo, domthonë ndodh tash në Bajram. Se ti e manifeston kujdesin tanë ndaj familjes tane, kujdesin tanë ndaj kushive tanë, kujdesin tanë ndaj akrabave. Edhe përveç kurbanit, normalisht është ditë feste, ata që Allahu ka dhënë pasuri kujdesen në forma tjera, se cili në atë kapacitetin që e ka kujdeset, domethënë për tjerët, mund ndihmu që ata me gëzu Bajramin, sikurse e gëzon edhe ti. Pastaj përfundon Dhulhijhe, për shembull, edhe Bajrami, normalisht kthehen në xhilet pi haxhit, ndodh gëzimi familjar, se njerëzit kanë udhtim të gjatë, janë lodh, janë raskapit, kanë mungu ka një javë, ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, varësisht kush sa ka net naç. Edhe gëzohen familje. Por tamam përfundon Dhulhijhe, viti 1435, dalin viti 1436, nis muaji Muharram. Edhe aty kemi përsëri motivim për adhurim. Ditën e 10 muajit Muharram. Kujtim historik. Tash e lidh me Musën alayhisalam. Shikoni si lidhen ibadetet domthon. Ta lidh këtë skemën pejgamberike, këtë historinë e pejgamberëve ti lidh me ibadete. Edhe ti automatikisht duke i bërë këtë ibadete, faktikisht del se je i lidh me këtë pejgamber. Nuk i haron asnjërin. Edhe agjiron ditën e 10 të Dhulhijhes. E kështu me radhë pastaj domthon. Çdo moment kur ti faktikisht ki nevojë për pushim nga ibadetet, ti jep Allahu ditë caktuar të pushimit, pastaj të motivon për domethënë ditë tjera të adhurimit. Edhe kjo do thotë e lidh besimtarin me Zotin, edhe vazhdimisht e afron ka Zoti edhe ngrit te Zoti, edhe kjo padyshim e bën atë njeri më të devotshëm edhe më të afërt te Allahu subhanahu wa taala. Është një element tjetër, porosia tjetër që duhet të përmend në këtë rast, shumë interesante. Tregon Imam Buhariu rahimahullahu taala në sahihun e tij nga Abu Said al-Khudriu, nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili ditë i thot sahabeve të rrethuar rreth tij, u thot: "Atardawna an takunu rubu ahli al-janna?" A jeni razi, a jeni të kënaqur me qenë çereku i xhennetit? Sahabëve i thot. I thënë sahabët: "Allahu akbar." Si kjo është shumë për neve. Pas thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Atardawna an takunu thuluth ahli al-janna?" A jeni të kënaqur me qenë 1/3 e banorëve të xhennetit? Allahu akbar, thënë sahabët, gjithsesi kjo është kënaqësi për ne. Pastaj thot: "Atardawna an takunu shatra ahli al-janna?" A doni me kon, a jeni të kënaqur me kon gjysma e banorëve të xhennetit? Atëherë thënë sahabët: "Fa walladhi nafsi bi yadihi inni la arju an yakuna shatra ahli al-janna." Thot: "Pasha Allah, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun që në dorën e tij është jeta ime, unë kam dëshirë edhe shpresoj se ju keni më qenë gjysmë e banorëve të xhennetit." Bile në hadithin tjetër që bën rivat Imam Ahmedin në musnedin e tij, për të cilin do të thonë që është hadith sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, banorët e xhennetit kanë me kon 120 safe. Kjo është simbolik. 120 safe. Çfarë të 80 safe për tyve keni me qenë nga umeti jem, e 40 safe për umeteve tjetër. Ty del domosdoshmë 2/3. E tash që kjo është ajo dilema, si ka mundësi na me kon të fundit umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, para do që 1400 vjet.
Pete Ademi a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e di sa vite ka, 4.000, 5.000, 10.000, 50.000, nuk e dimi. Që veç Nuhi a.s. ka jetu 1.000 vjet, për shembull, veç Davet ka jetu 950 vjet. Sa ka jetu Allahu e din. Thuhet prej kohës së Ibrahimit e 4.000-5.000 vjet. Thuhet, nuk ka ndonjë fakt historik që vërteton një gjë të tillë. Do të kanë kaluar me mijë vite. Edhe zakonisht kur janë për shembull pyetje 1.500 vjet, edhe 10-15.000 vjet, atë numri i banorëve në 10-15.000 vjet do të thotë më i madh se numri i banorëve në 1.500 vjet. Edhe zakonisht ata kanë qenë thortë pejgamberëve, edhe i kanë besu pejgamberëve të vet, që çdo kohë ka pas pejgamber të vet, atëherë numri i pejgamberëve të jetë më i madh se sa numri i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Që gjysma ose 2/3 e banorëve që kanë qenë umeti i tij. Edhe normalisht kjo është gëzim për neve, myshte e madhe për neve. Në anën tjetër është edhe sqarim i këtyre vlerave që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, të gjithë ju në Ramazan e keni dëgjuar komentin dhe sqarimin e do me thonjë se ajetit kuranor ku Allahu subhanahu thot do Lejletul Qadri khairu min alf shahr. Nata e Kadrit më e mirë se 1.000 muaj. Një natë e ki 83 vjet e 6 muaj. Një natë 83 vjet. Një ditë nesër 700 ditë 2 vjet. Ajo e Ashuras 1 vjet, 360 ditë për shembull. E kjo është ajo domthonë që të ose agjerimi Ramazanit edhe Shevali 1 vjet. Kjo është ajo që ta shton ymrin. Andaj këto shanse, këto sezona të veprave të mira janë ato që neve na rrisin shpërblimin te Allahu, edhe na ngrisin pozicionin. Edhe për këtë shkak umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i fundit, ama deli i pari. Për shkak këtyre mirësive që ne ka dhënë Allahu. Normalisht për ka. Pra që e shfrytëzon. Se na kemi plot njerëz që 10 ditë që 8 ditë kanë shkuar, asnjë vepër të mirë ndoshta se ka bërë. Edhe nesër mendon çka të bëje. A ta gjëroj apo jo? Normalisht Bajramin e festojnë keq sepse Bajrami fest nuk ka angazhim, edhe kush ka angazhim, njerëzit e kanë qef. Dhe për këtë shkak thotë edhe kjo e nxjerr qesh edhe një herë madhështinë Allahu xhalal, edhe rahmetin e madh ti dhe bereqetet e tija, që na jep neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak na të gjithë duhet ta ndijmë veten shumë të dallum, shumë të privilegjum që jemi ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu shikoj, veç na mblon me rahmetin e tij vazhdimisht. Na shpalos mirësitë dhe bereqetet e tija. Që mos me kon këto mësime të fesë, na normalisht nuk i kishim ditë, po as që e kishim arrit domthon këto bereqete edhe këta të mira të duke pas parasysh edhe faktin se ummeti kalu kanë jetu thamë në Nuh e 950 vjet xhavet ka bo. Ka jetu më gjatë. Ai domthon ka vujt në punon më shumë se na. A ummeti jon thotë si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amar ummeti bejnë 60 wa 70, mes 60 dhe 70 vjetëve. Nuk ka, domethënë rrallë ka që shkojnë më pak ose që shkojnë më shumë. Kjo është mesatarja. Kur ki parasysh edhe këtë fakt, do t'i leçi me vitin 1500 vjet plus me mosh 60 vjet, ata kanë jetu më gjatë edhe më shumë vite përsëri ky ummet bashkon tjerëve. Kjo është domethënë dhurata speciale që jep Allahu Dhu Xhelal pejgamberit të tij më të dashur, më të dalluar, më të veçuar, mvul në gjithë pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur ja tregon Allahu Dhu Xhelal mirësitë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht lutet për ummetin e vet. Lutet për ummetin e vet. Edhe pastaj thot Allahu Dhu Xhelal, inna sanurdika wala nusiuka. Na do të bëjmë që të jesh i kënaqur ti me ummetin tan, edhe kur mos me vujt. Edhe kjo është pe garancave që ka me majt këtë fe në të gjithë ata popull që ka depërtuar kjo fe. Nuk ka me lënë Allahu vet me madhërinë e tij, me fuqinë e tij, me ndihmën dhe përkrahjen e tij që të zhduket kjo fe. Edhe pse ndoshta momente të caktuara ndodh ndonjë sulm, ndonjë ofanziv, ndonjë presion, ndonjë hile, zullum, padrejtësi, ka ndodhur kalumen, do të ndodh sot ka më ndodhur tallën, ama kjo nuk ka mundësi me zhduk këtë fe dhe mirësinë e kësaj fe. Se Allahu i ka dhënë premtim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka me të kënaq Allahu ti o Muhammed me ummetin tan. Mos ka me lënë me vujt ummeti jot sot. Për shembull normalisht sot na kur i shohim atë që ndodh në lindjen e mesme na brenkos na mërzit. Me bëjeni të bindur se ajo që pason pas kësaj është
100%, milion %, shumë më mirë se ajo që ka qenë përpara. Edhe normalisht çdo sakrificë Allahu e paguan me suksese më të mira edhe bereqete. Gjithashtu, do ta kuptojmë rëndësinë që kanë vlera e ditëve edhe muajve dhe kohërave, që atë se ne bëjmë na. Atë bën Allahu Dhu Xhelal. Si thot Allahu subhanahu wa taala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ata janë pejgamberët e Allahut që i dallojnë mes vete. Kështu Allahu i dallon edhe kohërat edhe vendet. Andaj yakhluqullahu ma yasha wa yakhtar. Allahu çka don krijon dhe si don i zgjedh ato. Për shembull, për këtë njerëzimit miliardë njerëz, u ka bërë këtë pejgamber, i ka bërë 124.000 pejgamber, për ty vjen 25 rusul, edhe këto janë zgjedhur. Për 25 rusulve i ka zgjedh 5 ulul azam. E ka zgjedh Nuhin, e ka zgjedh Ibrahimin, e ka zgjedh Musa, e ka zgjedh Isa, e ka zgjedh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre 5-ve e ka zgjedh do thot Ibrahimin alayhis salam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si Khalilullah, miq të Zotit, më të veçantë. Për këtyre 2 e ka zgjedh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si vullë gjithë pejgamberëve dhe njërin më të dashur të ai. Pastaj për njerëzve të tjerë, pas pejgamberëve i ka zgjedh sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, humul qawm ikhtarahum Allahu li suhbati an-nabiyyan, bura që i ka zgjedh Allahu për të qenë shok të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë njerëz të thjeshtë ata. Janë zgjedhur, i ka zgjedh Allahu Dhu Xhelal vet që me qenë shok të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe normalisht shihet qartë, për shembull, kush mundet me u bë si Abu Bekri radhiyallahu anhu? Kush mundet me u bë si Omeri radhiyallahu anhu? Kush mundet me u bë si Uthmani, si Aliu, si sahabët tjerë, do të përmet dallimet janë shumë të mëdha. Dhe shihet qartë se ata i ka zgjedh Allahu me qenë shok të ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu Dhu Xhelal zgjedh kohëra. Tan vitin e ka zgjedh Ramazanin. Për Ramazan ka zgjedh 10 natë e fundit. Për tan vit ka zgjedh 10 ditë e Hijjes. E ka zgjedh ditën e Arifes. E ka zgjedh ditën e Ashurës, domethënë ka zgjedh ditë. Për vendeve e ka zgjedh Mekën, e ka zgjedh Medinën, e ka zgjedh Mesjid Aqsa. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson besimtarët dhe i motivon me shku me vizitu këto vende. La tushaddu rihal illa ila al-masajid thalath. Domethënë përgatitje speciale bën me vizitu këto 3 xhamia, Mesjid Haramin, Ka'ben, Mesjid an-Nabi, xhamin e pejgamberit në Medinë dhe Mesjid Aqsa. Edhe pastaj edhe i ka motivuar besimtarët me shku të namaz në Ka'ben, 100.000 namazë në vende të tjera. Një namaz në Medinë, 1.000 namazë në xhamia të tjera. Një namaz në Mesjid Aqsa, 500 namazë në vende të tjera. Edhe kjo është motiv. Do thotë se kur shkosh ti 100.000 namazë, mi i fal, pjesëteti, 5 namazë në ditë, 100.000 pjesëtim për 5, sa vi 20.000. 20.000 ditë. 20.000 ditë sa vjet bojnë, prapë, se 10 vjet, 7-8 vjet. Do kjo është ajo rahmeti i Allahut, këtu del shesh. Se ja leton besimtarëve muslimanëve me disa adhurime do me fitue, kaq sevape, se umri i shkurt. Së mund është mimri popujt tjetër të ndoshta me ymër me ibadet, ama që e kije këtë mundësi. Shkon në haxh, i fal për shembull 15 namazë, 20 namazë, 30 namazë, 50 namazë, bën sa ti 10 ditë ka 5 namazë, 50 namazë, herë 100.000. Sa po bën ata? Do thot 5 milion namazë. 5 milion domethënë. E kjo është ymër, është jetë faktikisht. E këto janë mirësi që Allahu Dhu Xhelal i ka dhënë dhe normalisht çka kërkohet për neve atëherë? A kjo është porosia e tretë. Kërkohet për neve me i përvjell krahët, me lënë dembelin. Mos me lyj shejtani me na mashtru. Sa e di që ik më nuk kthehet prapë. Si thot Hasan Basriu, o njeri, të jetë ditët që i ka jeta jote. Çdo ditë që shkon, paksohet diçka për jetës tonë. Edhe ai ditë që shkon më nuk kthehet prapë. E shfrytëzove sot ke bashkë ke bë punë të mira, i ke gjetë. E ke dhënë një selam, e ke fal namazin me xhamat, ke vizitu familjen, do të ke dhënë sadaka, e ke vizitu në shok, ke vizitu familjen, çka do të ke bëu punëve të mira, ke bëu dua, ke bëu dhikr, ke lexuar Kur'an. Ajo të ka met. Ama nëse ka shku zot ditë kur gjos ke bëu, keni tradh, kishe ditë kot, atëra ajo ditë më nuk kthehet, shkon 0-0. Ti ke me pas plus, ama e plus vetë nuk bëhet, nëse ti nuk e angazhon me veten tonë. Andaj Allahu Dhu Xhelal i mëson besimtarët me bë gara me vetin punë të mira. Do thot fastabiqul khairat, bëni gara me vetin punë të mira. Wasabiqu ila maghfiratin
wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dhe nxitoni drejt falës nga Zoti juaj dhe xheneti, gjerësia të thjeshtë sa qejtë ato pra. Nxitoni. Mos e lëmet ik. Wallahi kanë herë njeri kur e shef mundësitë sot që i kemi na me vë punë të mira dhe sa pak bëjmë, është për të qajt. Kalumen, do më ka shumë më vështirë me bëni punë të mirë. Se rrethonat e mund të tilla, edhe ekonomike, edhe sociale, po edhe të infrastrukturës, të urbanizmit. Sot Allahu xhata ka mundsu për shembull të gjithë të rit kanë domethënë profilet e veta në rrjetet sociale. Mirë po vetë ata më përdor për hajër, ata i përdorin për kot punë. Si të jenë çat, ka një sat, ka 2, ka 3. Me ka fol, me një shok, me një shoqe. Për çka fol, madhe më bet kot. Ku ke, çka bone, si ke, a fleta, u çova, a erdha, si dhe më bete bash. A çata ti shok që kje, në qatë profilin tanë, 100 veta, 50 veta, 300 veta, nëse ti e poston në sent hajrit, atëra jo, fiton këtë e grup i njerëzve fiton. Nëse e bën me planifikim, çka kemi postuar, tjetë e përshtatshme, tjetë e dobishme, tjetë e urtë, tjetë në përputhje me nevojat, në përputhje me kapacitetin që e kuptojnë ata, mirë e më mirë. Për shembull tash në 10 ditë të Dhulhijhes normalisht postimet do të më gjen gjithë me lidhje me vlerën e 10 ditë të Dhulhijhes. Veprat vetëm në 10 ditë të Dhulhijhes. Vlerën e kurbanit, vlerën e Bayramit kurbanit, vlerën e agjërimit ditës Arafatit. Me motivue. Se njerëzit nuk e dinë. Po e poston ti diçka, e shef ai shoku jot ose shoqja jote që e kije, domethënë në rreth, a kanë kjo punë e mirë po valla, hajde po nisim. Po shifat e vazhdimisht do më kur postojnë diçka të tillë, njerëzit që nuk e kanë ditë, pyesin. Pyet mas ne kur duhet me bëj si imsak bandoj. Njerëzit se dinë që shmot Ramazan, si agjërot jashtë Ramazanit. Edhe pyesin kur është imsak, kur është sifiri, kur është iftari. Pyesin, nuk e dinë. Ama ti nëse poston i ngacmon edhe tjerë domthon, e kjo është puna e nxitimit punë të mira. Sepse jeta shkon. Sikur se jemi takuar na sot, mas 10 vjet nëse Allah na jep imën ose 20 vjet të takohemi, edhe mund na di kujtojnë këto ditë. A ju kujtohet ajo ditë që na kam bash. Unë do të i kujtoj 25 vjet e kaluara. Edhe më shumë, po pin domthon 87, 86, 87, na filluam aktivitet e deri sot 94, po bën hemza 30 vjet faktikisht, 27-8 vjet. I kujtoj si dje me kon. Më thonë mua si ka shku, thonë nuk di me tregu sa shpejt ka shku. Kjo flas për kohën tonë që jeta ka qenë dinamike, po jo si sot. Sot është edhe më dinamike. Të shkon edhe më shpejt. Andaj lumi ai që e shfryzon kohën edhe mundësitë që ka për hajër edhe për të mira. Dhe mirë ai që lejon me iku koha, domethënë në punë fshije dhe në punë plika. Po këto janë tre porosi që na në progun e kësaj dite të madhe, ditës Arafatit, që nesër besimtar shkojnë në Arafat, grumbullohen në atë vend që është shtylla kryesore e adhurimit haxhit. Edhe të gjithë besimtarët mundohen që prej drekës deri në akşam me kalu në dua. Pasi që është vendi ku duaja bëhet kabull, edhe vendi ku Allahu u afrohet robëve të vet, edhe u thot melaqeve, çka i solli këta njerëz këtë vend? Shtu të plonosën, të raskapitun. Çka lipin këto? E i thënë melaqet lipin falën tonë, azo. Thot myshde kanë se le të shkojnë se va kanë falë. Andaj, do të vendi më i mirë ku gjenden besimtarët në atë vend, edhe Allahu krenohet me to. Para melaqe, do të janë robët më të mirët e që sot që i kanë. Tash ti s'ki mujt me shku në hax. Për arsye ndryshme, dikush se s'ka pas mundësi, po se Allahu s'ja ka bën asit. Sa besimtar kanë pasuni, po s'kan shku në hax. Me pyet pse, po se di. Do të nuk ka shkuar në hax, duke kalon haxhin se s'ka pas parë. Andaj na themi vazhdimisht në rregull nuk shkon në hax ai që ka parë. Shkon në hax ai që ka zemër. Ai që don me shkuar. Ka shumë njerëz që kanë parë s'kan shkuar në hax. Shka e largon atë pi ibadit? E largon mungesa e punëve tjera të mira. Mungesa e duas sinqert, mungesa e domethënë mirësisë dhe devotshmërisë së zemrës së tij. Dhe neve tjerë që kena dashur me shku, po s'kena pas mundësi reale, atëherë kemi nesër ditën, ata në Arafat lutën bëjnë dua. Normalisht për ta nuk lejohet agjërimi,
Na këtu agjërojmë se s'kena mundësi me konë në Arafat, agjërojmë, edhe bëjmë dua që Allahu Dhul Jalal na bëjë kabul adhurimet tona, punët e mira tona, edhe të fitojmë sevapin për Allah, edhe të fitojmë faljen e mëkateve, që pastaj ditën e Bajramit gëzohen ata se kanë kryer haxhin, gëzohemi edhe na se kena bëj ibadete dhe e therim kurbanin, atë e therin kurbanin e haxhit, ne e therim kurbanin e Bajramit, edhe mundohemi të barazohemi, të nivelizohemi, që fund të gjithë në për Bajram të gëzohemi, ashtu si çdo besimtari në veprat e mira, si thot Allahu në Kur'an, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi wa bi dhalika falyafrahu innahu khayrun mimma yajma'un, thuaj begative dhe mëshirë e Zotit me këtë le të gëzohen, se kjo është më e mirë se pasuria që e grumbojnë ata. Edhe kjo është një krahasim shumë më vend, sepse njerëzit harrojnë edhe mendojnë se kur grumbullon pasuri, kjo është për të gëzuar. Edhe me këtë duhet mu lavdru. Jo, nëse Allahu na ka mundsuar neve me kalu ditë në ibadete, edhe me i kalu këto ditë të ibadete me sukses, kjo ja vlen na me u gëzuar. Edhe kësaj na duhet me gëzuar, jo, domethënë grumbullimit pasurisë ose marrjes së poshtit ose marrjes së famës, të cilët fatkeqësisht shumë njerëz i gëzojnë. Lutim Allahun Dhul Jalal që të gjitha adhurimet që kemi bërë ne i pranon, ne lutim Allahun që edhe nesër ta kalojmë me agjërim, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që atë agjërim na e pranon. Ka shot një dilemë, e kemi sharuar në disa herë edhe tanun në sharum edhe një sqarim edhe nesër e xhumo. Edhe thënë njerëzit a bën magjuru xhumon, se zakonisht ka ndalesë pa agjërim xhumos, se të ditë e xhumos është festë e javës dhe festa nuk agjërohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për mos agjërim me xhumos, ka folur që mos të veçohet xhumoja me adhurim. Ama këtë rast nuk agjëron xhumon për xhumon, po agjëron për ditën e Arifes. Edhe të gjithë ulemat thënë se nëse agjërohet, nëse vjen dita e Arifes të xhumon, nuk prish punë me agjërim vetëm me xhumoja. Normalisht më mirë do të ishte me agjërohet tentë në xhumon ose edhe 8 ditë përpara, 9 ditë përpara. Por nëse don veç xhumon magjuru ke drejt magjuru dhe e fiton sevapin inshallah dhe nuk ka kuni pengese fetare ose gabim fetar nëse agjeron vetëm të xhumon. Lutim Allahun të na i pranon adhurimet tona, na shton dijen e dobishme dhe veprat e mira, dhe Allahu xhela vazhdimisht na bashkoft në takime dhe në tubime të xhairit në dunjë dhe inshallah taala na bashkon të gjithëve në xhenet inshallah taala. Kjo është që kisha në me ofruar se ka dikush me pyet në një pyetje rreth temës ose jashtë temës. Urdhën. Dhe të kështë postu një hadith, një Allahu në bëllëk, që të një Allahu në vështirësi. Se do mësi të shtjellë vështirësi. Po kjo hadith është hadith i njohur, që e bën vetë Imam Tirmidhiu në sunen e tij, dhe të cilën hadith ulemat thonë që është i saktë. Hadith i ka domon vetvete ndërvën shumë porosit të rëndësishme për njërin. Po fillon me këtë. Do thotë تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Njeh Allahun në bollok të njeh në vështirësi. Besimtari duhet me qenë besimtar vazhdimisht. Të gjitha gjendjet dhe situatat. Sepse ajo që ndodh zakonisht me njerëzit është kur është në vështirësi, o Allah ndihmon. Tamam Allah e ndihmon dhe e kalon vështirësinë, e haron Allahun Dhul Jalal. Edhe përmend këtë Allahun Kur'an, shembull thotë aty me që janë në anije, edhe e kapin anijen fortunat. Edhe tamam në të fortunat e mdhaja i luten Allahut, da Allah mukhlisin lehuddin, sinqerisht e lutin Allah na shpëton. E kur Allahu ndihmon me dalë në bregdet, falamma najju ila al-barr, kur dalin në bregdet, çka feidhahum mushrikun atë përsëri ata vazhdojnë me avazin e vjetër me i bashkë Allahu subhanahu wa taala. Edhe na kemi kështu shumë njerëz, të cilët kur janë ngusht, kur kanë probleme, kur kanë të lashe, o Allah ndihmon. Po, edhe njerëzit të pasën, Allah i sprovon me smundje të vetën, me probleme familjare, me smundjen e fëmijëve. Atëherë o Allah ndihmon, a përpara harroj. Një pjesë e tyre kur i ndodh sprova, e kuptojnë rahmetin edhe fuqinë e Allahut, edhe vazhdojnë pastaj me qenë në udhën e Zotit. Edhe kërkojnë falje pe Allahut për të kaluar. Një pjesë e madhe fatkeqësisht kur janë veçëzor, o Allah ndihmon, si të ka përcjellë zori e harrojnë Allah. Edhe çka ndodh për shembull, edhe kjo është shumë në rasteve, kur ka dikon ndonjë vdekje, gratë shkojnë në shamijat. Që rast vdekje. Kur ka darsëm, i hekin edhe teshat këtë. Se do të di hoxha, ma shumë veshen kur binë me flet, me pijama, se sa, kur dalin, na për darsëm, na për çarshi.
Kjo është ai logjika, domthonë, kur ka vdekje, besimtar. Si të ka përse vdekja, kthehet domthonë krejtësisht tjetër. Kjo logjik nuk e pranon Zoti, as feja. Bëhu besimtar, mirënjohës ndaj Zotit dhe adhurues i Allahut, edhe kur ketë mira, edhe kur ketë vështira. Dhe kjo është besimtari i vërtetë. Siç ka në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çudi është puna e besimtarit. Kur e godasin fatkeqësitë, ai duron. Edhe dipi Allahut. O Allah nimam, letoma. Do të largoma. Kur i vijnë të mirat, nuk thot unë vetë e fitova. Allah, faliminderës, jam mirënjohës ndaj teje. Do t'i shtoj veprat e mira për ty, do të shtoj falëndrimin për ty, edhe kështu krijon balans besimtarit. Edhe kjo jep atij lumturi dhe jep kënaqësinë e jetë. Edhe normalisht ky hadith këtë na mëson. Ta njohim Allahun në të gjitha gjendjet. Nëse dojmë që Allahu të jetë me ne vazhdimisht. Apo nëse njohim Allahun vetëm kur jemi të varfër, apo kemi të lashe, e harrojmë kur jemi të pasur, atëherë Allahu na haron kur kemi nevojë na. Se kemi merrtu vetë jemi bërë sebeb i kësaj. Nuk ne ka bëu Allahu me zot domosdoshmë. Gjo, nesër ditën e gjumor për shembull është një çast i pranimit të lutjeve, sidomos nesër që është dita e Arafatit. Cili është çasti më i saktë kësaj? Po ditën e gjumor, sipas sqarimit të ulemave, koha më e mirë e pranimit të duas është koha pas iqenies deri në akşam. Ose edhe më drejt me thonë, ora para akşamit. Mirë po, ulemat thënë që është me kusht që prej iqenies deri në akşam me lejt në xhami. Me fal iqenin, me nejtë gjami edhe me bo doa. Deri në akşam. Pastaj me fal akşamin, edhe me dalë për gjami e me vazhduhen. Pse se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditë në xumë është një kohë kur lutja bëhet kabul në kohë që ajo është namaz. E ta shumica ulemave kanë thonë se kjo kohë është koha e fundit të ditës së xumë. E ta si ka mundësi me kon namaz në atë kohë? Ulemat kanë thonë kush e fal një namaz, edhe rinë xhami duke prit namazin tjetër, tër ajo koha që rinë ai në xhami e llogaritet se është duke fal namaz. Edhe në atë kohë nëse ai bën dua, inshallah e fiton këtë sevap të madh e duas. Po nesër se është darivis gjatë ditën, domethënë pensa sabah deri në akşam është dita e që bën dua, i agjërushëm, është dita e Arafatit, domethënë bën dua, plus është e xumë, plus është vizon këtë kohë domethënë para akşamit, këtë të mirësish vizon. Inshallah Allahu xhallahu na e bën kabul duat e mira të xhairit, edhe na jep mirësi. Se ta njeriu kur lutet është një element shumë i rëndësishëm. Ku flasin për duan, dikush e prashon dilemën, mirë bëu hoxhën u çava të ulut, çfarë thonë? U çava të ulut. S'po plotësohen duat e mira. Ai njeriu domosdoshmë nuk e ka kuptuar natyrën e duas. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë që muslimani lutet, Allahu do të njërin prej tre gjërave ja jep. Ose ja plotëson atë dua që ai lutet për një herë, ose Allahu ja lën atë t'ia shpërblen në ahiret. E dyta ose e treta ka pas mjallë aty një fatkesi. Po se vep që asaj duas që ka bo, Allah e ka rrit atë fatkesi që ka qu të poshtë, e ka ndonë në qilë edhe ai ka shpëtu për saj. Nuk ti kemi fitu. Andë ti vazhdo me dua, pa marë parasysh atë pranu duaja jo, se ti tu ka pranu ajo dua. Se ti ki fitu për asaj duaja, ama se kupton ti për momente. Po nëse ti don bashkë ajo kërkesë jo të plotësohet, atëherë insisto, edhe domethënë vazhdo, sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Udullaha wa antum muqinuna bil ijaba, lutni Allahun të bindur në përgjigjen e Allahut, jo me vezvese. Se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu, inna Allaha yaqbalu du'a ahadikum ma lam yu'ajjil. Allahu e pranon lutjen e dikujt për ju nëse nuk nxiton. E than sahabët, si nxiton njeriu, po thot u luta e Allahu s'më përgjigj. Edhe lën duan, jo ti vazhdo me duan për atë që ti ke nevojë derisa të plotësohet e dëshira e nevojota. Normalisht nëse është dëshira e xherit edhe nevojë e xherit. Amin, Zoti rujt inshallah. Edhe ti shpërblet për çokoladën apo. Na mërsova, Allah ta mërsoftë jetën inshallah. Zoti rujt vallazin, Zoti dashmira e bereqet. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shumë mirë, okay. No. Você tem que
Në des ka Facebook a me këqi telefona me këshira. Kush ka zeka ti thamë? Edhe më shef kush këshira thamë. Shqipto drikin telefonin. Hoxha, ka të ndim të një ligjerata vrejni për venit. Ligjerata, për shumë, e vrejnë e libë. S'ka dalë? Sigurisht që dalon ato. Ato që mundesh me bo në qëtë në kafe, ose në salë, ose dhe më thonë në tribun, ose në seminar, se në bo në gjami, në ligjerat, për shumë. E s'ka të shimë që dalon. Edhe përmbajtja edhe forma. Edhe tema, edhe forma se si artikulon atë tema. Jo si për shumë Medinë, xhamin e pejgamberit, pa që mos ka nevojë për dersa më normal. forta se sa. Sigurisht. Po aty zatin aty në Medinë, Medinë janë, domethënë 6-7 derse janë në ditë. Se xhamia është e madhe edhe ka kariket e derseve që janë. Pen mas sabah deri mas yacie. Kam kod namazit që 3-4 derse janë për një kohë. Mirë po të zakonisht janë derse që sharon libra të ulemave, domethënë sharon libra Imam Abu Davudit, Buhariu, Muslimi, libra të besimit, libra të fikut, domethënë libra të hadithit kështu. Speciale alime ka zgjedh për shembull libra dhe sharon, është ato mësim akademike domethënë që i ndëgjojnë nxënësit e dijes, xhamat i thjesht domethënë nuk e duhet interesant është atë. I kallëzojnë mendimet e ulemave, debatin mes tyre, polemikat, mendimin më saktë, argumentin e mendimit më saktë, dhe ajo shkon gjatë. Normalisht, për shembull, ka xhamia të tjera, për shembull, jashtë xhamisë pejgamberit përsëri dallon. Dikon ka vazhdon me mësim akademike, dikon thonë nasihate, këshilla, domethënë që ja zbut zemrën, ja me motivu për vepra të mira, me friksu për Zotit, për haramit. Edhe të normalisht dallon, niveli i vendjes fetare, i devotshmërisë kjo. Nëse gruaja gjatë shtatzanisë nuk ka agjeru? Agjeron nesër për Arafat, vazhdojnë mësën ato dhëtë me kompenzu. Ka vakt, kompenzimi, deri në Shabanin e arshëm, muajin Shaban të arshëm, mundur. Aisha radiallahu anha kompenzonte borxhin e Ramazanit në Shabanin e muajit të arshëm. Që tan viti deri në Ramazan arshëm është kohë e kompenzimit të borxhit. Dhe pra çka ulemat të për shembull, ti je në ditën e Shevalit për shembull. A borxhin e Shevalit? Ka ulema që thonë borxhin pas të Shevalit. Se edhe borxhi është ditë numëruar, zakonisht 7-8 ditë nuk shkon më shumë. Edhe Shevalin. Ka ulema që jo, domthonë s'ka nevojë borxhi, se borxhi ka afat deri në Shaban. Shevalin e ka urgjencë, sepse një muaj 30 ditë. Aty ka edhe 11 muaj tjera. Agjeroja e borxhin, Shevalin pas e borxhin kur më javë. Nëse ka qenë shtatzona, ashtu me agjerim, apo ka mundësi edhe kompenzim tjetër? Vallai, te gruaja shtatzone, zakonisht asaj i bjerë që 2 deri 3 Ramazane mos vujt me agjeru. Domethënë Ramazanin e parë që është shtatzone, Ramazanin e dytë, domethënë sa lind ose për shembull sa ka lind, është gjithdhanë, se Ramazanin është përsëri është gjithdhanë, se 2 vjet domethënë ka obligim fëmijën me ushqy, e i bjerë 3 vjet. 3 vjet do i bëm kompenzime shumë, pra shkak ka ulema që thonë që jo e pagun fitje. Edhe unë mendoj se kjo është mendim më i saktë, domethënë për gruan shtatzone dhe gjithdhanë se kompenzimi me fitje është më arsyeshëm se sa domethënë kompenzimi me agjerim. Selam alaikum. Çat ai vjen në shkë mos e vjen më. Bak. Nasıl bir İnşallah. Olsun buradan düz oturmaz kolay. Bunu da kollattın ya. O, mycket gott.